Nëse ngjarjet nuk sqarohen shpejt dhe nuk lirohet mësimdhënësi, po në asnjë moment kur nuk kemi të drejtë. Nxënësit e shkollës Pavarësia në Prishtinë nuk i kanë mbajtur 2 orët e para të mësimit më 10 shkurt 2026, kjo pasi mësimdhënësit u solidarizuan me arsimtarin që u arrestua dje më 9 shkurt 2026 pas rastit të dhunës fizike që ndodhi në këtë shkollë. Kallxo.com ka publikuar një video në të cilën u pa mësimdhënësi teksa godet nxënësin dhe nxënësi që i kundërpërgjigjet arsimtarit. Minjherë pas kësaj, dje me vendim të prokurorit, mësimdhënësi është ndaluar për 48 orë. Nxënësit kanë filluar mësimin në ora 9 e 10 të mëngjesit. Kjo grevë nuk organizohet për të justifikuar dhunën dhe as për të mbrojtur atë. Përkundrazi, ajo është një reagim kundër dhunës dhe kundër veprimeve delikuente që po të cënojnë sigurinë dhe dinitetin e mësimdhënësit në procesin edukativ arsimor. Ky nuk është një problem i izoluar vetëm në shkollën tonë, por një fenomen që po shqetëson edhe shkollat e tjera. Prandaj kërkoj masa konkrete, të qarta dhe të zbatueshme për mbrojtjen e mësimdhënësve. Këshilli drejtues, Këshilli i prindërve dhe shoqata sindikale e shkollës Pavarësia e paralajmëruan protestën një ditë më parë, por sot asaj ju i referuan edhe si grevë. Ata u mbështetën nga Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës. nëse ngjarjet nuk sqarohen shpejt dhe nuk lirohet mësimdhënësi, mund që nga dita e nesërme mund të përshkallëzohet kjo formë e veprimit sindikal. Urojmë që sa më shpejt. Sipas ligjit për greva, arsyet e mbajtjes së grevës mund të jenë për mosbatimin e kontratës së punës, mos pagesave të pagave, pasigurisë në punë e tjera. Ligji përcakton që greva të paralajmërohet një javë para fillimit të saj. Neni 16 i këtij ligji parasheh sigurimin e minimumit të procesit të punës edhe gjatë grevës. Drejtoria e Arsimit e ka dënuar sjelljen e mësimdhënësit në fjalë dhe deklaruan se shkolla është një hapësirë shkarkimi i problemeve në shoqëri dhe se po funksionon përtej kapaciteteve që do duhej t'i kishte. Pretendohet se edhe shkolla tjera në Prishtinë u solidarizuan me këtë rast, kurse Samir Shahini, drejtori i Arsimit, tha se ende nuk e ka pranuar raportin e ngjarjes nga Halil Brahaj, drejtori i shkollës Pavarësia, që pastaj rasti të trajtohet nga Komisioni Disiplinor në Komunë të Prishtinës. Brahaj nuk deshi që të deklarohet për rastin. 2 orët që sot nuk i mbajnë, a keni zëvendësuar? Greva nuk zëvendësohet. Duhet të dallojmë ajo që është protestë dhe ajo që është grevë, kanë dimensione të kundërta të veprimit, nuk janë të njëjta. Është për fat të keq që sindikata nuk ka komunikuar fillimisht me drejtorinë e arsimit. Ajo që sot ka ndodhur në shkollën Hasan Prishtina dhe shkollën Pavarësia bëhet fjalë për protestë në bazë të njoftimeve zyrtare që ne kemi nga drejtorët e shkollave dhe të njëjtat orë, siç e thash, do të kompenzohen në kohën e duhur. Një mësimdhënëse e shkollës Pavarësia, duke u bazuar në informacionet që ka, pretendoi se nxënësi vetë i 10 kishte shkuar mësimdhënësit në sallën e arsimtarëve dhe kanë rrahur atë. Sipas saj, shkolla ka kamera në korridore, por jo edhe në atë sallë. Ai nuk jep mësim atij fëmijë. Në asnjë moment, si pedagoge, nuk kam përkrah kur dhunë. Ai mësimdhënës është 40 vjet përvojë pune. Jo për ta mbrojtur në asnjë moment. Është mësimdhënës i cili ka punu edhe para luftës, pa pagu fare. Është një kontribus i jashtëzakonshëm i shkollës. Këto punime janë të tij, bashkë me nxënësit e tij. Edhe realisht ka qenë në listën e ngushtë për mundësinë me u përzgjedhë si mësimdhënës i dalluar. Si media ka një vlerë të jashtëzakonshme për me i qitën pas situata të cilat duhet sa më shpejt të rregullohen, qoftë edhe muzime administrative me ligjin që ta mbrojnë mësimdhënësin në vendin e punës, por në asnjë moment kur nuk kemi të drejtë. Ministria e Arsimit tregoi më 9 shkurt 2026 se Inspektorati i Arsimit e ka vizituar shkollën Pavarësia, kurse pas protestës së mësimdhënësve reagoi edhe ministrja Arbëriana Gavci, e cila ka theksuar se asnjë formë dhune nuk ka vend në institucionet arsimore.